Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë, duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi sërish në studio me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe unë e kam prezantuar pak më parë në këtë momente në studio. Është bashkuar e ftuara e ditës së sotme, një mikeshe Radio Emanuel prej vitesh dhe në fakt për herë të parë Ilda jemi së bashku në një bisedë do ta quaja shumë të veçantë në kuadër të ditës ndërkombëtare të të moshuarve. Prandaj me mua në studio edhe një herë dua ta prezantoj është Ilda Mitre nga Fondacioni Misioni Emanuel për zhvillim dhe integrim. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Kela, përshëndetje. Edhe unë jam shumë e lumtur dhe shumë e gëzuar që jam sot këtu. Të falenderoj për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua në ditën e sotme për të fokusuar te kjo ditë kaq e rëndësishme sepse është edhe pjesë e punës suaj në përditshmëri. Prandaj sot jemi sikurse e përmenda në ditën ndërkombëtare të moshuarve. Më trego pak se si ka nisur kjo ditë për qendrat tuaja dhe pse jo, si do të jetë në vazhdim sepse nga ajo që unë di paraprakisht, pjesa tjetër e stafit janë tek qendrat e ndryshme që ju keni duke festuar. Po, pikërisht Kela, në këto momente që ne jemi të dyja jemi këtu dhe po flasim në të gjitha qendrat tona ditore, është një moment festiv, sepse kështu u konceptua këtë herë kjo ditë e shënuar, që ata të festonin në ambientin ku shkojnë çdo ditë, atje ku kalojnë çdo ditë kohën e tyre. Dhe në fakt ndryshe nga erët e tjera, le të themi, nga vitet e tjera, këtë vit janë vetë ata që janë protagonistë, vetë të moshuarit, sepse është në 2 prej qendrave klubi i gatimit të grave ka vendosur që të gatuajnë ato për ndryshe siç ka ndodhur që ne I çojmë diçka gati. Në 2 prej tyre, në 2 të tjera është angazhuar stafi, sepse dhe stafi ka një goxha merit në këtë drejtim, në bashkëpunim edhe me qendrat e fëmijëve, me kuzhinierët që ne kemi në qendrat e fëmijëve, ato kanë përgatitur atë vaktin e ushqimit sepse një fest pa një drekë të shtruar nuk merr ato ngjyrat e dura, domethënë do të ketë edhe muzikë patjetër, aktivitete, domethënë argëtuese, lojra. Gjithashtu një shkollë na është bashkuar, shkolla Raqi Qirinzi, nxënësit e asaj shkolle. Edhe ata kanë përgatitur ushqime në shtëpi dhe po I çojnë dhe po I ndajnë me të moshuarit aty dhe po festojnë së bashku, kanë përgatitur lojra, fjalime, recitime, aktivitet. Kjo është diçka shumë pozitive, sepse mbi gjitha kemi atë ndërgjegjësimin që bëhet për brezat. Patjetër, ndërlidhja midis brezave, kështu që kjo do të jetë fokusi kryesor I ditës sot në qendra. Ndërkohë në qytetin e Pogradecit ju gjithashtu keni. Po, në qytetin e Pogradecit në fakt për arsye edhe logjistike, por edhe sepse sot ata Bashkia në Pogradec kishte një tjetër aktivitet, me ta e kemi ezauruar që dije festën. Dhe aty ka kaluar shumë bukur. Aty ka qenë klubi I këngës edhe klubi I muzikës që ka marrë pjesë, domethënë vetë të moshuarit kanë krijuar atë klubin e tyre muzikor, dikush I ka rënë kitarës, dikush ka kënduar dhe ka qenë një ditë shumë e bukur, shumë argëtuese për ta dhe për ne gjithashtu. Është një ditë vërtet shumë e veçantë ku sikurse ti e përmende, është e rëndësishme që të moshuarit të jenë vetë protagonistë dhe më vjen shumë mirë që kjo është e veçanta në fakt kësaj radhe. Këtë herë është një lloj risie për mënyrën se si po e festoni 1 tetorin. Gjithashtu ju prej vitesh tashmë jeni pranë të moshuarve përmes qendrave tuaja, prandaj Ilda, ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe janë duke dëgjuar për herë të parë, çfarë roli luajnë këto qendra në përditshmërinë e të moshuarve për gjithë ata që marrin pjesë tek këto? Qendrat në fakt janë shumë të rëndësishme për përditshmërinë e të moshuarve. Një nga
gjërat më kryesore është që qendra i ka ndihmuar ata për të zbutur atë ndjenjen e vetmisë. Frekuentimi çdo ditë i tyre në këto qendra bën që ata të takohen me miq, me shok, të shoqërizohen, të shkëmbejnë mendime, përvoja. Ata aty ndjehen veprimi social, ndjehen komod, ndjehen të vlerësuar, ndjehen të angazhuar, e tregon dhe vetë sot ajo që sapo tham, domethënë festë të angazhimi që kanë marrë përsipër me iniciativën e tyre, pa ja dhënë ne si ide, vendosën dhe thanë ne do e bëjmë kështu në qendrën tonë, nuk duam të na sillni asgjë, do gatuajmë ne thanë ato gratë dhe do ta festojmë, domethënë kanë arritur që të kenë tamam një ndërveprim shumë të madh me njëri tjetrin dhe kjo ka bërë që ai izolimi social që dikur na dukej si një gjë shumë e prezente dhe e thelluar, ka bërë që të zbutet në jashtë mase, domethënë dhe në opinionin ton, dhe në mendimin ton. Kështu që për qendrat janë vërtet një aset, le të themi, dhe një gjë shumë e rëndësishme për jetën e tyre, për përditshmërinë e tyre, për të kaluar kohën, për të takuar miq, për të bërë këto ndërveprimet, për të në fund të fundit edhe për të pasur një mirëqenie më të mirë si psikologjike, emocionale, në të gjitha drejtimet. Kanë ndikuar pasur një stil jetese të shëndetshëm, të shëndetshme, të ndryshe nga rutina e përditshme, ndryshe nga çdo gjë tjetër që kishin përjetuar para se të ishin qendrat ekzistente në qytetin e Korçës. Cilat janë ndoshta ato shërbimet kryesore që ofroni dhe si ndikojnë ato në mirëqenien e të moshuarve? Në fakt, shërbimet tona sa vjen edhe kanë marrë zhvillim, me kohën e gjithmonë mundohemi të shtojmë shërbime, të shtojmë cilësinë e tyre. Një nga shërbimet bazë dhe më kryesore që të moshuarit gjejnë sapo regjistrohen ose sapo vinë dhe vizitojnë qendrën, është shërbimi që ne u japim atyre me një çaj, një pije të ngrohtë, një kafe, një kakao, sipas dëshirave, preferencave të tyre. Ky është një shërbim bazë i cili bëhet me shumë dashuri dhe përkushtim nga stafi që punon aty. Aktualisht çdo qendër ka një kujdestar social, i cili është gjithkohon aty për t'ju shërbyer, siç e thash, me shumë dashuri të moshuarve. Gjithashtu në çdo qendër, në secilën nga qendrat, 6 prej qendrave tona, ka dhe nga një punonjës social, i cili një pjesë të kohës e kalon me të moshuarit aty dhe një pjesë e kalon në punën në terren. Çka ka këtë, sepse dua të them që një aktiviteti shërbimi i radhës, le të them, ose shërbim tjetër që aty ofrohet, janë orë sociale që punonjësi social zhvillon vazhdimisht me të moshuarit. Në këto orë sociale janë konceptuar që çdo orë sociale ka një temë të veçantë që punonjësi social zhvillon me të moshuarit dhe si për shembull le të themi ora sociale për sot mund të jetë ndarja e përvojave jetësore të gjithë secilit. Kjo i vendos ata në pozita që fillojnë tregojnë dhe ne dimë që të moshuarit e kanë me qejf të tregojnë historira. Historitë e jetës së tyre, rrëfimet, përvojat dhe nga ana tjetër domethënë i ndihmon edhe për hanën e tyre emocionale, për t'u shprehur, po edhe për t'u lidhur me njëri tjetrin, po edhe me stafin gjithashtu, krijojnë atë urën e besimit edhe të bashkëpunimit. Gjithashtu shërbim tjetër është ofrimi konsultave në grup apo edhe individuale, konsulta psikologjike. Sidomos konsultat individuale kanë një impakt shumë të madh sepse ti kupton anën emocionale, ata arrin të shprehin një shqetësim apo hallet që kanë dhe njëkohësisht punonjësi social i orienton, i ndihmon, i jep informacion, i referon diku. Gjithashtu një shërbim tjetër është dhe kujdesi shëndetësor. Dhe ky është një shërbim goxha i rëndësishëm sepse është i nevojshëm thuajse për pjesën edhe i nevojshëm patjetër, ata kanë mundësinë që sa në çdo ditë në qendër t'ju bëhet një matje të këto të thjeshtat, një matje tensioni, matja e diabetit, ti jepet këshillim, orientim se ku të drejtohen, të referohen për qoftë për recetat, për këshillën mjekësore me qendra shëndetësore, po matjen e tensionit dhe diabetit e kanë të rregullt. Pastaj në bashkëpunim edhe me shëndetin publik, pas here dhe ata vinë dhe i këshillojnë dhe ju japin
një lloj trajnimi le Edhe të themi të sidomos moshuarve. në sezone kur griprat janë më të Në parakur ato sezone akoma më kur kujdesi shumë. duhet jetë më i madh. Po, patjetër. Kështu që dhe shërbimi i kujdesit shëndetësor ze goxha rol të rëndësishëm është një nga shërbimet tona më të rëndësishme. Gjithashtu një tjetër shërbim është pjesa e teknologjisë, edhe kjo e kemi futur si këto 2 vitet e fundit. Prapë punonjësit sociali ndihmojnë të moshuarit, qoftë me menaxhimin e rrjeteve sociale, po hapje në një Po. Facebooku apo Në mënyrë që çfarë të se mund të lidhen kontaktojnë me me familjarët, familjarët, po, me i ta mësojnë afërm. se si të shpërndajnë një foto me familjarët e tyre. I kanë asistuar për problematika që kanë pasur në lidhje me Albania. Po. Domethënë dikush ka pasur nevojë për një dokument, një certifikat, kush është më le të themi diçka i moshuar, po jo që mund të përdorë teknologjinë, ka arritur edhe e ka mësuar vetë se si ta përdori Albania dhe ka krijuar atë pavarësinë që madje ka ndihmuar edhe shokët e tij. Kjo është diçka shumë e mirë. Shumë e mirë dhe me këtë kemi pasur bashkëpunim në fakt edhe me të rinjt. Po. Sepse një nga shërbimet dhe një nga aktivitetet është dhe ky ndërveprimi ndërbreznor, si dhe promovimi i vullnetarizmit, që të rinjt e qendrave të fëmijëve, të rinjt e shkollave vinë në qendra marrin pjesë dhe punojnë me të moshuarit në këtë drejtimin e teknologjisë, por edhe kur janë ato orët sociale, kur kemi mundësi që ju vëmë në një film të viteve të kaluara, sepse kemi dhe ato orët e kinemas, domethënë aktivitetet janë pafund. Shërbimet po fokusohen më shumë, domethënë të tregoj shërbimet në mënyrë të përmbledhur se aktivitetet janë pafund. Ilda, më bëri përshtypje pak më parë përmendë që punonjësi social, në mos gaboj, është aty tek qendra duke ndërvepruar me të moshuarit, por është dhe në terren. Cila është puna e terrenit? Sepse ka tashmë po bëhen 2 vite që është futur edhe ky si komponent në pjesa e projektit për qendrat ditore, pjesa e terrenit. Prandaj edhe punonjësit social janë një për çdo qendër dhe pjesën më të madhe të kohës e kalojnë në terren, sepse terreni funksionon në këtë mënyrë. Ato shkojnë dhe vizitojnë jo vetëm një të moshuar që është pjesë e qendrës, por që nuk ka mundësi të vi rregullisht çdo ditë dhe shkojnë e shohin kush është arsyeja pse nuk ka ardhur, si është, si gjendet, e ndihmojnë në familje. Ky është një kujdes mjaftuar, sepse ai mund të ketë probleme shëndetësore dhe nuk frekuenton dot në mënyrë të rregullt, ose nuk lëviz dot, edhe me raste edhe e kanë ndihmuar dhe me transportin, e kanë sjell në qendër, sipas nevojave, sipas rastit. Por jo vetëm këta, jo vetëm ata që frekuentojnë qendrën. Punonjësi social në terren trokasin edhe në të moshuar të tjerë, të moshuar të pamundur, të vetmuar, që nuk kanë ardhur ndonjëherë në qendër, ose nuk kanë mundësi të vinë me, ose nuk kanë informacion dhe ju jepet informacion që të vinë. Dhe madje shërbimi i punonjësve social shkon deri aty domethënë edhe për nevoja çfarë ata kanë, duke sipas rastit, nëse dikush ka nevojë për një pazar, dikush ka nevojë për të paguar faturat utilitare, dikush ka nevojë për ta shoqëruar në qendra shëndetësore. Gjitha këto shërbime mundohemi që ti mundësojmë me këtë pjesën e terrenit. A kanë ndonjë kusht që të moshuarit marrin edhe të jenë pjesë e qendrave apo secili prej tyre mund të vi, qendra është e hapur për të gjithë, domethënë. Patjetër që për çdo person, ata që le të themi janë të regjistruar ose janë të rregullt, ne krijojmë një dosje, edhe punonjësi social mban dhe një raport social, i cili përditësohet, sepse këto janë edhe kërkesat shtetit edhe po dhe për ne, për të ditur situatën si do të ecë ky i moshuar, kështu që për këta bëhet edhe kjo, por çdo kush mund të vi çdo ditë aty dhe pjesa e informacionit në terren është edhe për këtë, ato gjithmonë që identifikojnë një rast të ri direkt do e ftojnë në qendër. Pastaj, nëse nuk mund të frekuentojë qendrën, i shikojnë sipas nevojave, i japin shërbimin që ata kërkojnë. Kete një pasqyrë të përgjithshme patjetër të shërbimeve që ju ofroni pranë qendrave tuaja, ne do të rikthehemi vetëm pas pak, pse jo, për të ndalur tek të tjera pika, ndoshta për të ndarë edhe diçka prekse apo që ju si staf ju kanë ndikuar nga historitë apo nga kontaktet që keni pasur ndër vite me të moshuarit, por në këto momente shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore, vjen Gloria Nure me këngën Dëshuri e Perëndis. Rikthehemi vetëm pas pak me Iltën në studio.
Shuri e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuri e Tij do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën unë t'i zgjas atij, haj më merr me dëmshuri, dashuri e Tij nuk ka kufi. Dashuri e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuri e Tij do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën unë t'i zgjas atij, haj më merr me dëmshuri, dashuri e Tij nuk ka kufi. Dashuri e Tij nuk ka kufi. Rikthehemi sërish në studio, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel për gjatë programit Muzik Plus në ditën e sotme me Ilda Mitre, nga Fondacioni Misioni Emanuel për Zhvillim dhe Integrim, duke folur për ditën ndërkombëtare të të moshuarve. Ilda, unë e përmenda dhe pak më parë, përpara se të ndiqnim këngën, dua të të pyes në lidhje me ndonjë histori prekse, jo vetëm ty personalisht që mund të ketë ndikuar, por patjetër edhe pjesën tjetër të stafit, nga përvoja juaj me të moshuarit në këto qendra, ndoshta ndër vite patjetër. Po, patjetër Kela që kaq shumë vite sa u bën tashmë që qendrat funksionojnë në qytet, ka shumë histori prekse. Do mundohem domethënë të kujtoj në një prej tyre, ose këto që kam më të freskëta, le të themi. Ka histori prekse nga ato të tipit që janë edhe të dhimbshme, se sidomos me këtë punën e shtuar në terren. Për shembull, na ka bërë vaki, na ka ndodhur që punojnë si social apo Ervini ka identifikuar të moshuar fare të vetmuar, të izoluar në gjendje shumë të vështirë shëndetësore, i cilin jo vetëm që nuk dinte ku të shkonte, po nuk kishte as mundësi të shkonte. Kështu që i kemi shoqëruar nëpër spitale. Këto janë ato historitë e dhimbshme prekse dhe ka pasur disa të tilla. Por ka edhe histori prekse nga ato të bukurat, le të themi. Për shembull, më kujtohet në këtë vit në shkurt, ne kemi festuar Shën Valentinin me të moshuarit. Një nga aktivitetet ka qenë kjo, festa e Shën Valentinit. Ka qenë një ditë shumë e bukur, shumë emocionuese, si për ne, por edhe për ata. Ata kujtuan në atë ditë kur festonin, kujtuan ato mbrëmjet që bënin dikur, ato mbrëmjet dëfrimi, domethënë tematik, u bën nostalgjik. Po nga ana tjetër disa u shprehen që ere parë që ne po festojmë jetën tonë një Shën Valentin. Edhe kjo ishte diçka prekse. Si punë e kësaj kemi dëgjuar raste të moshuarit që janë shprehur nuk kanë festuar ndonjëherë ditëlindje në jetën time, sepse dhe festimi ditëlindjeve është bërë kështu tani i përhershëm, domethënë është një aktivitet i zakonshëm në qendër. Edhe kjo duket e çuditshme kur për ne,
se thua kaq shumë ka jetuar se ka festuar një ditëlindje, po ja që ka pasur dhe raste të tilla. I kemi çuar para pak kohësh të vizitonin galerinë e artit digital. Dhe aty ishte shumë prekse të shikoj një çfarë emocione kishin ata, domethënë për të parë artin modern. Tamam, se pa një gjë dhe për shembull ata që ishin dhe kthehen në qendër tek ata që nuk morën pjesë dot atë ditë në aktiviteti, t'ia shikoj se si ja tregonin këtë histori, se çfarë emocione kishin përjetuar aty. Edhe kjo ishte shumë prekse. Domethënë ka situata të përditshme që janë i marrim si të mirëqëna, ndoshta një udhëtim, një vizitë në një ekspozit, edhe na vjen natyrshëm, nuk na bën kaq shumë përshtypje, por le të mos harrojmë që këto gjëra për ta janë shumë të emocionon ata, edhe mbase se janë shkëputur nga ajo jeta kulturore, kanë vite që se këtu në Shqipëri te ne është pak ai mentaliteti që tani un jam i moshuar, nuk i ndjek këto gjëra, nuk shkoj në për këto, ndryshe nga ç'mund të ndodhë të moshuarit në vende të tjera, po domethënë ka qenë dhe meqense e prek e pak sa këtë temë, Milda, cilat janë aktivitetet e tyre të preferuara? Në fakt aktiviteti më i preferuar, e çuditshme se ja ka ndryshuar ajo bot kuptimi, është ekskursionet. Ata pëlqejnë shumë kur ne i themi që tani dhe 2 herë në vit në fakt kemi mundësi që t'i çojmë ekskursion dhe mezi presin. Kur do ta bëjmë, kur do na çoni, që të dalin kanë vajtë për shembull në Pogradec, i kemi çuar në Presp, ekskursion dhe këtë e kanë si aktivitet të preferuar, pavarësisht domethënë përveç çfarë kanë kështu të përditshme që pëlqejnë ato lojrat në qendër, sepse këtë vit i kemi shtuar pak, duke qenë se ka qenë gjithmonë i preferuar aktiviteti i lojës së dominos për ata. Ajo tradicionale. Tradicionalja. Ne i kemi futur, punonjësit social kanë filluar që ti nxjerrin pak nga ajo rutina e asaj loje dhe i organizojnë lojra nga më të ndryshme të argëtuese, po edhe që i ndihmojnë nga ana fizike të moshuarit. Dhe tani kanë filluar i pëlqejnë shumë ato dhe sa i thua që shiko se sot do bëjmë këtë lojë, i lën direkt dominot e përqendrohen në loja, domethënë. Këto janë aktivitetet e përditshme ata i kanë të preferuar, apo një që e kanë akoma më shumë të preferuar është kjo ekskursione ose festat. Po atë si do kjo festa e sotme, festa për ditë të caktuara. Domethënë në muajt e fundit të këtij viti, cilat janë ato aktivitetet kryesore që ju do të zhvilloni deri në përfundim të vitit? Po, kryesore mund të them një nga ekskursionet që ka ngelur, që do të vazhdoj, pastaj 2 aktivitete që janë goxha aktivitetet më dhaja, është aktiviteti i fundvitit, Ankandi, që e bëm edhe vjet, ku të moshuarit, sepse nuk e dija e përmenda që thash pak që kemi ato klubet e interesit, diku në një qendër është klubi i muzikës, diku është klubi i gatimit, diku klubi i leximit dhe në një tjetër është klubi i punimeve artizanale për të ruajtur atë traditën. Vetë të moshuarit që janë aktiv sjellin në këtë ekspozit punimet e tyre dhe bëhet edhe si një lloj panairi, që kjo ndodh gjithmonë në fund viti ku ato reklamojnë, shiten dhe të ardhurat kalojnë prapë për pjesën e vazhdimësisë së qendrave apo për blerjen e materialeve për t'ia u shpërndar prapë të moshuarve për të vazhduar këtë punën e klubit të tyre. Dhe në fakt kjo i bën që të ndjejnë që edhe ata po kontribojnë, edhe ata i bën të dobishëm. Dhe kështu është realiteti që është punë e tyre ajo, ata po e kontribojnë këtë gjë. Kështu që Ankandi mbetet një nga kjo ekspozita e fundvitit, një aktivitet kryesor dhe i madh. Besoj edhe për festat e nëntorit. Festat e nëntorit, patjetër, po kemi edhe një aktivitet që shpresojmë ta realizojmë, atë kemi kohë që po e mendojmë, që do të jetë një shfaqje në teatr nga vetë të moshuarit. Do ishte fantastike. Edhe do të ketë një titull kur vitet flasin me art. Mendojmë ne, sepse edhe aty do të vinë vetë të moshuarit, do të jenë ata protagonist, që do të shfaqin sikush talentet e tyre, do të tregoj si ka qenë jeta më përpara, si po vazhdojnë të jetojnë, domethënë të ndajnë përvojën e tyre dhe të japin një mesazh shoqërisë që dhe ne jemi aktiv dhe ne mund të vazhdojmë të kontribojmë në këtë shoqëri dhe të patjetër. Ilda, jam kurioztare të di
qendrat tuaja frekuentohen më shumë nga zonjat apo nga zotërit? Në si është mentaliteti e kam bërë këtë pyetje edhe në personat e tjerë. Ti kemi të barabartë, domethënë si zonjat edhe zotrin, po në të vërtetë pjesa e gjinisë mashkullore, burrat kanë më shumë pjesëmarrje në qendër, por edhe gratë sepse përmendë pak më parë që janë zonjat që janë ato të punë artizanale, klubi gatimit, po patjetër ka, sepse thash synimi është që ti kemi por anon, le të themi, anon pak nga gjinia. E kanë më të lehtë për dal nga shtëpia, ndoshta edhe për të frekuentuar. Zonjat janë edhe kanë edhe punët e shtëpisë ose, domethënë janë ato patjetër që vinë në qendër, po nuk kalojnë kohë më aq gjatë sa kalojnë kanë të tjera angazhime ose aq të rregullta të përditshme, le të themi. E kuptoj. Si pritet nga komuniteti, por dhe nga familjet fakti që të moshuarit kanë një vend të tillë, ku ndihen mbi të gjitha të vlerësuar, të dashur? Në fakt ka një ndikim goxha pozitiv në komunitet. Këta e kemi kuptuar, po edhe i kemi marrë mesazhe nga vetë komuniteti, për shembull në rastet kur të moshuarit kanë edhe familjar në shtëpi, familjarët e tyre janë të qetë, sepse e dinë që babai, xhaxhai, çfarë do që ta kenë, po shkon në një ambient ku ndihet i sigurt, është i mbikëqyrur, ku merr shërbimet, ndihmohet nga ana emocionale, psikologjike, të gjitha, domethënë fizike, sepse ato lojrat që thash i vjen edhe një çik në ose pjesa e shëndetit edhe e dinë që do shkoj aty dhe do jetë në kujdes, do t'i matet tensioni, diabeti. Domethënë komuniteti e ka ndier këtë pjesë, rasti familjeve, po edhe komuniteti më gjerë. Ka një opinion pozitiv për qendrat, për ekzistencën e qendrave, sepse e shikon si një vlerë të shtuar këtë shërbim që jepet kësaj moshe. Dhe e shikon me respekt. E tillë është. Ne këtë e kemi marrë këtë lloj ndjeshmërie nga këtë feedback nga komuniteti. Cilat janë nga ana tjetër, sepse folëm për gjitha ato momentet e veçanta, festat, por çdo punë edhe në këtë rast ka sfidat e veta. Prandaj dua të të pyes se cilat janë ndoshta ato sfidat më të mëdha që ju hasni në menaxhimin, në drejtimin e këtyre qendrave. Në fakt sfida jonë më e madhe dhe e vazhdueshme ndër vite, sepse tham që qendrat kanë tani 14 vjet që funksionojnë. Gjithmonë vazhdimisht ka qenë pjesa e sigurimit të fondeve. Pjesa e sigurimit të fondeve për vazhdimsinë e qendrave, por edhe për rritjen e shtimin e shërbimeve, rritjen e cilësisë, shtimin e aktiviteteve. Në fakt Mariela, drejtoresha e fondacionit, i ka pasur gjithmonë shumë për zemër qendrat dhe ka bërë përpjekjet maksimale që ta tejkalonim, le të themi, këtë sfidë. Dhe ndjehemi të bekuar, mendimin e Zotit gjithmonë e kemi kaluar, madje dhe mendimin e bashkëpunëtorëve tanë që gjej rastin këtu t'i falenderoj. Falenderoj shumë për mbështetjen shumë të madhe, Këshillin e Qarkut Korç. Falenderoj 3 bashkitë, Bashkinë e Qytetit të Korçës, Maliqit dhe Pogradecit. Domethënë ata janë një kontribut shumë i madh për qendrat, edhe bashkëpunimi që kemi së bashku bën që edhe sot të jenë aktive dhe të shtohen akoma më shumë shërbimet. Dhe madje dhe planet tona të ardhmes janë që qendrat të marrin një zhvillim në gjithë rajonin, domethënë të shtohen edhe 2 bashki të tjera. Por të shohim. Vërtet ju uroj shumë suksese, edhe pse jo të ketë sa më shumë qendra të tilla për plotësuar gjitha nevojat e të moshuarve, kudo ku ata ndodhen, ndoshta edhe në ato zonat. Po dhe zonat më të rurale, largëta, po, e vërtet. Nevojë. Sepse le të mos harrojmë realiteti në qytetin e Korçës, po mbi gjitha në gjithë Shqipërinë, është që të moshuarit janë të vetmuar. Numri i të moshuarve të cilët jetojnë vetëm është gjithmonë më i lartë dhe ata kanë patjetër nevojë për të qenë në vëzhgim, për të marrë atë kujdesin e duhur, për të pasur atë ndërveprimin, të jetojnë një jetë me dinjitet, një moshim me dinjitet. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak, pse jo për të ndarë një mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur në ditën e sotme. Por pa u mbërkohë ndjekim këngën Beko shpirti im ti Perëndin. Beko shpirti im ti Perëndin, dhe jo ti mos haro veprat e ti. Ai është i vetmi Perëndi që për ne dha birin e ti.
gjitha pa udhësi. Rrugët e tij të çojnë vetëm në dritë. Ai është I vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, sot I beko shpirti im dhe lëvdoje atë ti për gjithmonë. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Beko shpirti im ti Perëndim, dhe jo ti mos haro veprat e tij. Ai është I vetmi Perëndi që për ne dha birin e tij. Ai na I fal të gjitha pa udhësi. Rrugët e tij të çojnë vetëm në dritë. Ai është I vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, Zoti mbeko shpirti im dhe lëvdoje atë ti për gjithmonë. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Rikthehemi sërish në studio dhe duke qenë se pak nga pak po mbrim në fund të bisedës me Ilde në ditën e sotme, në kuadër të 1 tetorit, të gjithë atyre që ne folëm së bashku dhe ti prezantove, cili do të ishte mesazhi që ke për shoqërinë mbi respektin, por mbi gjitha për kujdesin ndaj të moshuarve? Po Kela, mesazhi im, siç është në fakt dhe vetë titulli i projektit, Epoka e Artë, do të ishte që të moshuarit janë vërtet një epokë e artë, edhe ata janë shembulli I mençurisë, janë shembulli I zgjuarsisë dhe I virtyteve të mira. Kështu që mesazhi im do të ishte ti duam, të përkujdesemi, ti dëgjojmë dhe të mësojmë prej tyre. Sepse vërtet mosha e tretë është një pasuri për shoqërinë tonë. Unë të falenderoj vërtet shumë Ilda për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Kënaqësi të ishim së bashku, mbi gjitha për të folur për një temë kaq shumë të rëndësishme, jo vetëm në kuadër të një dite, por është një mision që gjithë secili prej nesh duhet ta ketë në çdo ditë të jetës. Dhe ju falenderoj për punën e mrekullueshme që bëni për moshën e tretë në komunitetin në cilin ne jetojmë. Faleminderit Kela, faleminderit dhe për juve për mundësinë, edhe për këtë informacion që ne ndam që sa më shumë njerëz të jenë të informuar nëpërmjet këtij emisioni. Të uroj një ditë mbar në vazhdim, e di që do të vazhdoj festa tek qendrat që ju keni me do t'i lodhim sot. Besoj që do të krijohen për ta mbi gjitha kujtime shumë të bukura dhe të veçanta. Ne do të shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Më shumë dashuri, kënduar nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq. Bashk do të rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar dhe për të ndarë të tjera informacione në puntatën e ditës së sotme në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus. Më shumë dashuri